Të mora telefon ti se ngre atë dreq telefonin. Mbrëmjen e së njëjtës në skenën e teatrit eksperimental u shfaq premiera e dramës Djali. Ai nuk flet më me mua. Për të unë nuk ekzistoj. Një vepër tronditëse që trajton pasojat e padukshme të shkatrimeve familjare dhe vetminë e thellë emocionale të një të riu. Nikolas, e di që shkolla do të përjashtoj? Në qendër të shfaqjes është historia një adoleshenti, i cili pas ndarjes së prindërve përjeton një gjendje të rëndë depresive. I mbetur mes mungesës së nënës dhe distancës së babait, ai kthehet në shtëpinë ku tashmë babai jeton me bashkëshorten e dytë dhe djalin e tyre të vogël. Një hapësirë që duhet të ishte stresh ndërrohet në një burim tensioni dhe përjashtimi. Është një rol tepër i rëndësishëm, sepse domethënë jo vetëm për të luajtur dhe për të qenë në skenë me këtë rol, por edhe për të folur publikut dhe për të mbajtur zërin e shumë personave që e kanë këtë lloj problemin në jetën e tyre. Është personazh goxha i komplikuar me shumë dimensione në vepër, shumë i vështirë, por besoj që nga puna që kemi bërë gjithë ekipin, kuptohet, them se do vi diçka e mirë. Vepra është reale, u këshilloj prindërve, jo vetëm atyre që janë të divorcuar, por edhe prindërit që janë lumturisht bashk, sepse ndonjëherë na duket sikur i dëgjojmë fëmijët, por në të vërtetë nuk komunikojmë me ta. Konflikti dramatik thellohet kur djali rastësisht dëgjon një bisedë mes babait dhe njerëkës, e cila zbulon mungesën e ndjeshmërisë dhe peshën e ftohtë të vendimeve të rriturve. Ky është roli i gruas së dytë Pierit, Sofis, është një grua e përkushtuar, e dashur, gjatë gjithë kohës në mbështetje. Domethënë jemi përpjekur me Fatosin ta çojmë në këtë lloj dimensioni, se ndonjëherë pozicioni i gruas së dytë mund të jetë i dy anshëm. Regjia mbështetet në një gjuhë skenike minimale dhe simbolike, ku ndriçimi i ulët dhe muzika e tensionuar pasqyrojnë gjendjen e brendshme të personazhit. Jemi munduar ta bëjmë një shfaqje naturalist në kuptimin e aktrimit, pra që të përcjellim emocionin cilët autori jep shumë bukur, pra jemi munduar të jemi sa më besnik frymës të autorit, kemi vënë në një si më themi ambient surreal apo simbolik. Djali nuk është thjesht një dramë familjare, por një thirrje për vëmendje ndaj shëndetit mendor dhe pasojave që vendimet e të rriturve lënë tek fëmijët. Këtë shfaqje do të keni mundësi ta ndiqni përgjatë kësaj fundjavë dhe në vijim në skenën e Art Turbinës.